Drejtë të për kupa qehe, të gjetë. Mime, po gjenë plenët. Që plenë se gjithaj tash, mi shufnive. E s'ka gani, bashkia, krytarja, zoti s'ka gani. Prej 3 muajsh në Lezhë nuk po shpërndahet ndihma ekonomike dhe kjo si pasojë e ngjerçeve që ka patur Këshilli Bashkiak. Për shumë personave që marrin ndihmë ekonomike, 10 persona kryesisht nga komuniteti rom kanë kërkuar që ndihma të shpërndahet, pasi që dhe dihet, ata janë shtresa më e varfër e shoqërisë. Ata shprehen mjaft e irrituar pasi nuk kanë me se të marrin asnjë ushqim, as dyqanet nuk u japin me ushqime me lista, ndërsa po ju ndërpresin edhe dritat se nuk kanë me se t'i paguajnë. Na po bëjmë 3 muaj që s'marrim ndihmë ekonomike. Na vimi thotë kryetari i bashkisë nuk i dhe faj sa i ka kalu për dorot, bashkë me nën kryetarin, po fajt një kanë të prefekturës. I kena kalu për dorot, i kena a bëm lere Këshillit Bashak, sot që nuk a bëm lere Këshillit Bashak. Ne jena njës halgji, jena pa pun, jena njës pa pun. Borgje kena, drita i kena me hakmarrveshje, ujnë i kena me hakmarrveshje. I drejton kësaj që vëjt marrin masa për nesë të në rrethët i kanë marrë ndihmën ekonomike, veç në rrethët Lezhës nuk i ka marrë. 3 muaj, borgjit jena në për dyqane, dritat mi kanë fit. Ku do hajmë ne? Borgjit në për dyqane, tira ku dalim da borgjit. Kampin e djalit ma hoqen që e bana përim. Ku do marrën, ku do haj? Të më falë dënjaja për se vapë. Vim këto, jo këtë javë, jo javën tjetër, qa, nuk përna japin rrugdijuje, pak të nëzojnë. Qonë se këta kanë men me hetë për krajnë, na gjeni vend punet, po punojmë. Sa e vështirë nuk na japin ma dyqanin thesin e 10 borç, pa ja që ato borgjin. Jenë fmit e tonë pa buk. Na jena mangut për i shishevoj, që i bani 1700 sa ban. Jena mangut, jena dëvarfon. Neve nuk në shikon kërkush. Jeta njëmet që marë borgjë, edhe nuk më japin ma, edhe unë jam halgjisit të tanë tjirtë, kështu që ju lutëm, që se ka mundësi, me na mundësive, me na Allah një atë njëmë ekonomikën. Jam një non me 3 fëmijë, jam pa shtëpi, jam pa punë, me 14.000 lek jetaj. Na kena problem se jena dhe pas 3, jena pa shtëpi, jena mes 4 rrugë, mërë sotni. Se në nga bëmë marrë i dhanë fënjes, po mos i dhanë fënjes për pas të rëtonë medit që do, me jo pru. A shkojnë të nashti, hek të i herëne, shkojnë të lujtë me ne. është shumë vështirë sepse marrin mjedhin me borgje, ai kërkon parat e veta, ne ata i kemi veç për mjedh, nuk i kemi për asnjë gjë tjetër. Ne do dalim protest, kërkojmë drejtat tona, si egjiptianët, si romët, edhe pjesa tjetër jo rome që marrin ndihmë ekonomike. Drejtori i Shërbimit Social pranë Bashkisë së Lezhës, Jak Pietri, tregon se Bashkia e Lezhës i ka përgatitur të gjitha dokumentacionet dhe janë firmosur nga kryetari dhe se tani është kompetencë e Këshillit për procedurat e mëtejshme. Drejtoria e Ndihmës Ekonomike pranë Bashkisë së Lezhës e ka për detyrë që në fund të çdo muaji të përgatisë projekt vendimin përfundimtar për gjithë bashkinë, pra për 10 njësitë administrative, të cilën e dorëzon me protokoll tek sekretaria e Këshillit. Atëherë është detyra e Këshillit, sekretara e njofton gjithë anëtarët e Këshillit se ka projekt vendimi dhe mlidhet, ku duhet mlidhet çdo muaj Këshilli për të miratuar ndihmën ekonomike. Pra, siç e shihni, kryetari i bashkisë dhe drejtoria e ndihmës ekonomike i ka përmbushur gjitha detyrat sipas ligjit të ndihmës ekonomike. Burime nga prefektura bëjnë më dije se ditën e premte është miratuar Këshilli i ri me një kryetar të ri dhe që pritet të mblidhet ditën e njëjtë. Tani pritet që të shihet nëse ndihma ekonomike dhe buxheti i bashkisë për 2017 do të miratohet apo jo.